Thot Allahu te bareke ve teala, inni akhafu an yubaddila dinakum. Shikone që thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu teala, u ka shëndrua faraonin në vajz, ka mojt vajz, apo ka thonë, une po tutna se po ja u prish fejën juve Musa, po shta po du me vrau sona, a i njëri kes po ju duk na juve, a una po ju duk na që baj zulluma, a dyshontit e mirësia jema, apo kështu flasin Firaunës me këtë gjuhë flasin. Ka thonë, inni e khafu e ju beddile dinekum, po tutna se po ja u prish fejën e juve, fejën e juve, au en yudhira fil ardi el fesad, dhe po tutna se ban fesad në tokë Musa. Kush ban fesad në tokë? Musa a.s. Kush po fol për fesad? Njeri durt këtë me gjak i ka të fmive, po fol unë tut në mos po bëhet fesad. Kjo është tradita e zullumqarëve. Zhitën zullum, flasin kundër zullumit. Zhitën fesad, flasin kundër fesadit. I përlin durt e tëre me gjak, edhe flasin për qetësinë, edhe pajtimin. Për këtë arsye o vëllezër, Kur'ani zbulon si mendon zullumqari. Çfarë ka thënë? Po tutna për juve, unë por se kam gale për veti. Po për juve, në galen e juve.